Dështimi është sukses në progres, thoshte Einsteini. Edhe më vjen mirë që kolegët e listave të mbyllura të Partisë Demokratike nuk e kanë humbur entuziazmin. Më vjen mirë që jeni plot hare, plot qeshje në qeshje, sepse me që Flamuri i ka qef thënjet e mençura, edhe që i përdor shpesh, si që thoshte Winston Churchill Flamur, ju jeni ata që shkoni nga dështimi në dështim pa humbur entuziazmin. Edhe kjo është gjë e mirë, sepse në fakt humori është bekimi më i madh i njerëzimit dhe këta, jo ti profesor, po të tjerët aty, këta shkojnë nga humbja në humbje, por pas çdo humbje u rritet entuziazmi dhe kjo është gjë e mirë. Është dhe e shëndetshme dhe të shton dhe jetën. Dhe uroj t'ju shtohet jeta, sepse në fundit jemi vëllezër shqiptar, por besoj që her pas here na duhet t'ua përsërisim. T'ua përsërisim e t'ua themi përsëri. Mos kujtoni që i merrni shqiptarët për budallënj. Mos kujtoni që shqiptarët nuk e dinë se në këtë vend Sali Berisha nuk ka fituar asnjëherë zgjedhje dhe Partia Socialiste e Shqipërisë ju ka mundur dhe këtu t'ju kujtoj që ju kemi mundur të paktën në vota, jo në mandate, edhe në 2005, edhe në 2009. Për ata që nuk e din, edhe në 2005 dhe 2009 Partia Socialiste e Shqipërisë si subjekt zgjedhor ka marrë më shumë vota se Partia Demokratike. Dhe pastaj nga 2013 ju kemi mundur çdo vit e më thellë. 2013, në 2017 shtuam 50.000 vota, pastaj në 2021 shtuam edhe 20.000 vota tjera, dhe për të ardhur në një rezultat historik, siç është ai 2025-s me 856.177 vota. Dhe unë e kuptoj që ju problemin nuk e keni me ne. U a thash pak më parë, ju problemin e keni se në 2025 keni marrë më pak vota se në 2021. Edhe pse futët brenda vetes, edhe ç'kishte mbetur nga kockat e babalikes, edhe pse futët brenda vetes lloj-lloj, edhe gjeniun e ri të futbollit ndërkombëtar Sel Jenisheri, të cilin ju lutem na gjeni në numër kontakti që t'ja japim Silvinjos, se mund na japi në skem të papame, se me që skema e zgjedhjeve nuk ju funksionoi, të paktën ta përdorim për të fituar neshjen me Serbinë. Hej zot! Hej zot! Edhe u pas kemi ne fajin ju. O Flamur, 529.000 vota bashkë me votat diasporës ka marrë partia jote bashkë me madhështorët e tjerë. Ku i keni humbur? Ku ju shkuan? Shkoni më bëni, unë e di që ju i shmangni analizës tuaj të brendshme. E kuptoj këtë gjë, është strategjia më e mirë për të mbuluar humbjen, është mos pranosh rezultatin. Kjo nuk është lajm. Prisi yt legjendar këtë gjë e ka bërë me radhë nga 1997. Pastaj në 2000-shin, pastaj në 2001-shin, në 2003-shin. Kryeministri në detyrë në 2013 dilte në konferencë për shtyp dhe thoshte më votën zgjedhjet.
A është kështu apo jo? Se ke qenë ministri i brendshëm. Ishe ministri i brendshëm i Saliut në 2013, doli dhe tha mbodhën zgjedhjet. Aleanca e qelbësirave. Pastaj me radhë 2015. Pastaj mësoi Lulin dhe unë kujtoja se Luli i thoshte nga vetja këto që pas çdo humbje lufta vazhdon. Ku dia unë se ja pas ka mësuar Saliu Lulit këtë lufta vazhdon. Po ma ka thënë Gazi se kemi qenë bashkë. Ku na ka thënë? Patjetër ma ka thënë. Po, patjetër. Pse qeshti flamur? Ma ka thënë pra. Po tash se kuptoi që keni mirë. Dëgjoj, e di çdo shohim ne. E dini shtat. Mos flisni nga vendi. Ndodhi, ju nuk e keni imagjinuar dot. Në tani që ti dim, kjo gjëja do vazhdoj, ju po merreni është o Flamur, se ti ke problem. Kam edhe 5 minuta Flamur se të ka ngelur nga Luli që s'dit numrosh. Nuk dit numrosh Flamur, kam edhe 5 minuta të shke, pse shqetësohesh. Tashi ke edhe ti do marrish replikë, unë prandaj po ta përdor emrin aq shpesh se duat me zi pres replikën tënde historike për Partinë Demokratike. Tani me qetësi dhe me dashuri. Tani, po, ju jeni pengjet një mallkimi të madh. Një mallkim i madh që ka emrin Sali Berisha. Ju nuk kuptoni asgjë fare, ju jeni thjesht dhe disa lodra që jeni turrur tani të bëni pis Shqipërinë dhe më dërgoj një miku im, disa prej miqve të mi, eurodeputet, një cop letër që u jepte Saliu aty. Dhe që i thoshte, bllokoni negociatat me Shqipërinë dhe mos hapni më kapituj me Shqipërinë. Ja e ke shkruar këtu, e ke shkru këtu, ja. Ja ku e ke shkru këtu, ja, plasi syt, ja ku e ke shkruar këtu, ja. Pika 3, thot, i kërkojmë, thot, Komisionit Evropian, thot, dhe Këshillit Evropian, thot, që të kushtëzoj, thot, procesin e antarësimit Shqipëri. Për çfarë ta kushtëzojmë? Se nuk ju pëlqen ju rezultati, po kur ju ka pëlqyer ndonjëherë ju rezultati? Kur ju ka pëlqyer ju rezultati ndonjëherë? Jo asnjëherë. Ju do shkoni nga humbja në humbje. Ne kemi filluar përgatitjet për zgjedhjet vendore 2027-s. Na erdhi keq që në 2023-shin humbëm Kavajën, humbëm Pukën, humbëm Fusharzin, edhe atë të shkret me Maliej, po do t'i marrim dhe ato në 2027. Patjetër, sepse nuk mund t'i lem në duar tuaja. Sepse na duhet të qeverisim edhe në mirëditën e bukur. Pa dyshim, se ju nuk jeni për këtë punë. Ju, se ka një gjë, se e thonë gjithë qytetarët, është rast unik në botë që një parti humb zgjedhjet dhe është shumë e gëzuar. Është unik në botë. Ju entuziazmi i madh, sepse nuk hyt për të fituar, ai zotëria nuk hyri për të fituar. Ju bët një listë kandidatësh më të dobtën në historinë e Partisë Demokratike, thjesht dhe vetëm për të garantuar kush do ishte bedeli që do rrinte gati tek bulevardi para pallatit. Prandaj s'fitut. S'keni për të fituar kurrë. Ua kam thënë 1000 herë të paktën në këto 4 vitet që shkuan. Ka 3 gjëra që duhet të përmbushi një ofertë politike. Duhet një udhëheqës politik, një udhëheqës të drejtojë një forcë politike, një program dhe një ekip. Udhëheqës ju? Ja. Si mund të krahasosh? Ta marrim ja këtu, flasim sikur jemi mes njëri tjetrit. Si mund ta krahasosh Sali Berishën me Edi Ramën? Në çfarë aspekt? Pastaj për
ekip që e përzjodhi Flamuri, si që thoshte një kandidate e Partisë Demokratike, ashtu. Edhe pastaj për atë programin, si thaj, se bukure, si thaj, sa tha, dividendi tha do a bëjmë 10%. Jo, tha, po e kemi 8, tha, me këta socialistët, tha, si ta bështet, a pse tha, e kanë 8, tha, po thë qësaj do t'i tha, po ta ishin farë, do t'a studia. Programi juaj, ose i tjetëri ta i shkoj, tha, do të ngrem tavanin, tha i shkreti shifte kokën atje në tavan. Ej, o Flamur, ta marim seriozisht të punësh. Unë mendoj që ka ardhur momenti që ne e mirë kuptojmë, nga ana jonë nuk keni asnjë ndërhyrje, e zbatoni, nuk e zbatoni Nenin Basha, nuk ka asnjë problem, dhe unë jam shumë dakord që të mos ta respektoni, se edhe Basha po të kishte qenë vetë nuk e zbatonte, kështu që pa merak. Por ju lutem, baltën që keni filluar, edhe e keni bërë më turp. Delej burri atje, unë kam respekt për të moshuarit, pak më i moshuar se baba im, po merrin e më mbyllën në shtëpi. Merrin e më mbyllën në shtëpi se turproj shtëpinë e vet, po turproj dhe vendin e vet. Me atë fyrje, me ato palaçullëqe që ky thot kundër Shqipërisë. Dhe vjen këtu pastaj pa pik thojze. I përmend edhe ju. Karteli, narkoshteti, ai, kush jeni ju më që bëni biografinë e njerëzve? Pranoni humbjen, të kthehemi në shtator me ata që kanë tepruar për jush, se jeni reduktuar shumë, të fillojmë punën me komisionet në Kuvendin e Shqipërisë, përfshirë këtu komisionin e posaçëm të reformës zgjedhore, sepse ju jeni ata që e pengoni komisionin e reformës zgjedhore. Ju, zbini dakord për asnjë gjë. Edhe sa i përket votave të diasporës Flamur, kur të duash, më thirr në një interpelancë, edhe të sqaroj, pavarësisht se nuk është në jurisdiksionin e ministrit marrëdhënie me parlamentin, po diaspora Flamur meriton një super falenderim dhe atyre 122.255 zemrave që votuan për Partinë Socialiste, por dhe atyre 47.000 të tjerëve që votuan për Partinë Demokratike, shumë falenderit diasporë dashur për mbështetjen që i dhatë Shqipërisë në antarësimin tonë në Bashkimin Evropian. Falenderit.